Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Luma ai të cilit i kanë falur shkeljen, ai të cilit i kanë mbuluar mëkatin. Luma e njeriut të cilin Zoti nuk e pa ditë për paudhësi dhe në frymën e të cilit nuk ka vend mashtrimi. Psalmi 32, vargu 1 dhe 2. A do të lejoni që kjo e vërtet të rënjoset në zemrën tuaj? Është një bekim të falen shkeljet para Perëndis. I bekuar është ai mëkati i të cilit është mbuluar plotësisht nga hiri i Perëndis. I bekuar është burri ose gruaja, ndaj të cilit Perëndia nuk llogarit asnjë shkelje. Si është e mundur kjo? Të gjithë ne mëkatojmë. Ne jemi mëkatarë ndaj një Perëndie të shenjtë. Si është e mundur që mëkati ynë është plotësisht i mbuluar, që Perëndia që është i përsosur, që di gjithçka, që është i shenjtë, që është i pastër dhe që është i drejtë në çdo mënyrë, të mos llogaris asnjë shkelje kur na shikon? Kjo është e mundur vetëm përmes hirit të tij. Kur mëkatojmë, ne duhet të vrapojmë drejt Zotit, sepse ai do të na falë. Dhe ne e dim që kjo tablo nga Dhjata e Vjetër na drejton tek ai që e bën të mundur këtë, te Jezusi, i cili bën shlyerjen e mëkateve tona, që mbulon mëkatin ton. Te letra e 2 të Korintasve, kapitulli 5 na thuhet: atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Pjesa tjetër e Psalmit 32 vazhdon me rrëfimin e mëkatit. Vini re vargun 5. Para teje pranova mëkatin tim, nuk e fsheha paudhësinë time. Thash, do t'i rrëfej shkeljet e mia Zotit, dhe ti e ke falur paudhësinë e mëkatit tim. Patjetër që ne do t'i rrëfejmë mëkatet tona. Ne nuk përpiqeshim t'i mbulojmë shkeljet tona kur i lutemi Perëndis, i cili tha: unë do t'i mbuloj të gjitha me anë të hirit tim, me anë të asaj që Jezusi bëri në kryq, për të gjitha ata që besojnë te ai. Nëse nuk jeni ndjekës të Jezusit, qoftë kjo dita kur do të rrëfeni se keni nevojë për hirin e Perëndis, për të mbuluar mëkatin në jetën tuaj. Le të jetë ky çasti kur do ta vendosni besimin te Jezusi për shlyerjen dhe mbulimin e të gjithë mëkatit tuaj. Ai do t'ju sjellë në një marrëdhënie me Perëndin. Kur të besoni te ai, rrëfejani mëkatin tuaj në lutje. Le të kalojmë një kohë duke analizuar zemrat tona, mendjet tona, jetët tona, duke i kërkuar Perëndis të na tregojë mëkatin që mund të mos e shohim, për të na bërë të përulur përpara tij, duke rrëfyer mëkatin dhe duke ditur që Perëndia me anë të hirit të tij do të na falë, do ta mbulojë mëkatin ton. Me anë të gjakut të derdhur të Jezusit për mëkatin, ai nuk llogarit asnjë shkelje ndaj nesh. Perëndinë të lavdërojmë për këtë realitet, të lavdërojmë për faljen tënde, të lavdërojmë për bekimin tënd në jetën tonë. Ne e shohim veten si më shumë se sa thjesht të bekuar. Ne jemi të bekuar sepse ti ke falur shkeljet tona dhe ke mbuluar mëkatin me anë të hirit tënd. E gjithë lavdia është për emrin tënd, Jezus, sepse ti e morë mbi vete të gjithë mëkatin ton, vdiqe në kryq në vendin ton dhe morë gjykimin dhe ndëshkimin që ne meritojmë. E gjithë lavdia është për emrin tënd, sepse nuk ka asnjë dënim për ne që jemi në ty, sepse shkeljet tona janë falur dhe janë mbuluar me anë të gjakut tënd. Perëndinë të lavdërojmë për këtë realitet dhe lutemi që të jemi të shpejtë për të rrëfyer mëkatin ton, duke e ditur atë që thuhet te letra e parë e Gjonit, kapitulli i parë, vargu 9, që ti je besnik dhe i drejtë të na falësh mëkatet dhe të na pastrosh nga çdo paudhësi. Perëndinë na ndihmo të mos e fshehim mëkatin, të mos e mbulojmë, por të jemi të shpejtë për ta rrëfyer atë. Perëndinë, ndërsa të lavdërojmë ty për këtë bekim, ne lutemi për njerëzit përreth nesh që nuk e njohin këtë bekim. Na përdor të shpallim ungjillin sot me dikë, me qëllim që shkeljet e tij të mund të falen dhe mëkati i tij të mbulohet me anë të gjakut të Jezusit. Perëndi na përdor që ta bëjmë të njohur ungjillin me njerëzit pranë dhe larg nesh. Perëndi, sot ne lutemi për fisin Jat në Pakistan. Janë 33 milion prej tyre dhe vështirë se mund të gjendet ndonjë ndjekës i Jezusit. Shkeljet e tyre nuk janë falur. Tani ti i llogarit shkeljet e tyre. Ata kanë nevojë për lajmin e mirë të birit tënd. Ka nevojë për lajmin e mirë të dashurisë tënde. Perëndinë, lutemi që ungjilli yt të arrijë deri te fisi Jat në Pakistan. Zgjoje kishën tënde që të përcjellin ungjillin te 33 milion njerëz të fisit Jat në Pakistan. Ky është një popull musliman. Ata kanë nevojë për lajmin e mirë të dashurisë në Krishtin. Perëndinë, lutemi për përhapjen e ungjillit te fisi Jat në Pakistan dhe te mira fise të tjera si ata.
Perëndin e lutemi të na ndihmosh që të bëhemi administrator të këtij bekimi që ke derdhur mbi ne, ndërsa shijojmë këtë bekim, sepse kemi hyrje të lirë tek ti. Mëkatet na janë falur dhe na është llogaritur drejtësia e Krishtit, jo mëkati ynë. Perëndin e të lavdërojmë për këtë dhe lutemi që të përdorësh jetët, familjet dhe kishat tona për ta bërë të mundur lajmin e mirë mes kombeve. Në emrin e Jezusit lutemi për të gjitha këto. Amen.